Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Soda e bukës mund t'ju shpëtojë jetën. Trajton dhe kuron këtë problem për moshat mbi 40 vjeç. Shumë prej nesh i dinë të gjitha sekretet e përdorimit të sodës së bukës, e quajtur ndryshe soda e bikarbonatit. Në kulturën popullore, ajo mund të gjejë përdorime thuajse kudo, nga kujdesi për higjienën personale tek trajtimi dhe detergjentët për pastrimin e shtëpisë. Në fakt, ajo mund të përdoret me shumë efikasitet për pastrimin e shtëpisë, shërben për të pastruar tapetin, për të larë tenxheret, pjatat, për të pastruar edhe porcelanin dhe çelikun, për larjen e rrobave edhe më shumë probleme të tjera. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër shqetësimit të tretjes, i cili bëhet më konkret pas moshës 40 vjeçare. Një nga përdorimet tipike të sodës së bukës është favorizimi i tretjes së ushqimit. Në këto raste është mirë që të mos tretet menjëherë në ujë, por të lihet ashtu për disa minuta. Më pas të shtohet edhe në lëng portokalli dhe limon. Megjithatë, është mirë që soda e bukës të shtohet në lëngun e portokallit ose në lëngun e limonit për të përmirësuar më mirë sistemin tretës. Masa duhet të jetë gjithmonë një gjysmë lugje çaji. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetjen tuaj të dhëmbëve. Mund të përdoret në masë të mirë për pasta të dhëmbëve, duke hedhur në furçë dhe të lagni atë me ujë dhe të aplikoni pastën e dhëmbëve. Dhëmbët do të jenë më të bardhë, më të mbrojtur dhe vetmja gjë që duhet të keni parasysh është se nuk duhet të përdoret më shumë se një herë në javë. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të erës së keqe. Hidhni një lugë sodë buke në një gotë me ujë dhe bëni gargar me të. Edhe pse ke ngrënë më parë ushqime me erë të rëndë, goja juaj do të jetë sërish më e freskët dhe do të mbahet gjithashtu larg aromat e këqija. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin e këmbëve tuaja. Mbrëmjet, kur këmbët janë të hintura dhe të lodhura, masazhoni sodën e bukës në këmbët tuaja. Mjafton të shtoni në ujë 2 lugë sodë buke për çdo litër uji dhe t'i mbani këmbët në të për të paktën në 10 minuta. Nëse keni probleme me kallot, përgatisni një përzierje me sodë dhe ujë dhe vendosni mbi kallot. Në këtë mënyrë, shërben si një skrap për të eliminuar qelizat e vdekura dhe për të dhuruar këmbëve butësinë e munguar. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër mykut. Nëse vuani nga myku, e dini mirë që kruajtja në disa raste bëhen thuajse të pamundura. Shumë ginekologë këshillojnë larjet e pjesëve tuaja të caktuara të trupit me sodën e bukës për të larguar kështu edhe mykun. Ajo mund të përdoret edhe si një pastrim për shtëpinë. Dije që sot në tregje ekzistojnë shumë produkte të pastrimit të shtëpisë. Të gjithëve na jepet mundësia që të zgjedhim mes detergjentëve specifik, ekologjik, ekonomik, me firma të njohura ose jo. Në të vërtetë, kur bëhet fjala për pastrimin e shtëpisë, mund të përdorim sodën e bukës. Ajo mund të japë një bardhësi të munguar rrobave ose të dezinfektojë edhe probleme të ndryshme të shtëpisë. Gjithashtu, për pastrimin e tenxhereve dhe të pjatave të ndotura, për të larguar yndyrën e vështirë, hidhni një lopë me sodë buke në dozën normale të ilaçeve në lavastovilje dhe kështu do të mbani larg yndyrnat e tepërta. Për pastrimin e çelikut dhe porcelanit, bëni në të njëjtën mënyrë dhe pastroni atë. Soda e bukës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në pastrimin e rrobave tuaja. Ndaj, nëse doni rroba më të pastra dhe më pak probleme me njollat, ajo mund të cilësohet si një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt. Gjithashtu, sodën e bukës mund ta përdorni edhe për pastrimin e frigoriferit. Aplikimi i sodës së bukës në të gjithë sipërfaqen e frigoriferit nga brenda do të largojë papastërtitë e tij dhe aromat e këqija. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu edhe për pastrimin më të mirë të lavamanit. Shërben si një pastrues i dobishëm për lavamanin. Duhet të hidhni vetëm pak sodë buke në lavaman dhe më pas ta fërkoni atë me një sfungjer. Të tjerët gjithashtu rekomandojnë sodën e bukës si një mënyrë për të pastruar tubacionet dhe kanalizimet dhe për të larguar gjithashtu erërat e këqija të tyre.
Gjithashtu, soda e bukës mund të përdoret edhe për pastrim. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë efektive për të hequr mbetjet e pesticideve nga frutat dhe nga perimet. Sapo të blini fruta dhe nëse doni t'i konsumoni bashkë me lëvorën e tyre, atëherë duhet të hidhni detergjentin e sodës së bukës. Soda e bukës e lënë në ujë bashkë me frutat ose perimet tuaja dhe më pas shpelarja e tyre me ujë të rrjedhshëm do të heqë të gjitha papastërtitë dhe do të rikthejë gjithashtu edhe mbrojtjen më të mirë të tyre. Soda e bukës në këto raste mund të mbajë larg helmet që mund të jenë përdorur për t'i mbrojtur bimët tuaja. Gjithashtu, duke i mbajtur më të pastra, ato do të jenë më të shëndetshme. Me ujin që përdorni për larjen e bimëve, gjithashtu mund të hidhni në tubacionet tuaja, duke mbajtur larg në këtë mënyrë edhe aromat e këqija. Duhet të dini se, në mbrëmje, përpara se të shkoni për të fjetur, vendosni në lavamanin tuaj një lugë me sodë buke. Kështu ajo do të parandalojë edhe krijimin e erave të këqija nga tubacionet e lavamanit dhe mbi të gjitha, do ta keni më të lehtë të mbroni edhe shëndetin tuaj. Largoni dhe rifreskoni peshqirët tuaj. Vetë deodoranti i sodës së bukës mund të furnizojë peshqirët tuaj me një aromë më të mirë dhe gjithashtu të mbajë larg papastërtitë e tij. Nëse doni të keni peshqirë më të freskët, atëherë mund të shtoni edhe sodën e bukës në këto raste. Gjithashtu, ajo mund të largojë njollat nga tapetet. Nëse keni njolla në tapetin tuaj, mund t'i largoni ato me sodë buke. Mund të shtoni edhe pak uthull, ta lini të thajë dhe më pas ta pastroni atë me korrent. Gjithashtu, ajo mundet të largojë edhe erën e keqe të gojës. Kjo zgjidhje është vërtet funksionale. Nëse fryma juaj ka erë të keqe, të hudhrës ose të erës së keqe që mund të keni kaluar pas një ftohje, soda e bukës mund të përdoret në këto raste. Gjithçka që duhet të bëni është të bëni gargar me ujin me sodë buke dhe më pas të shplani gojën. Kështu do të mbani larg papastërtitë dhe erën e keqe, por të zgjidhur gjithashtu një nga problemet më të vështira që mund të keni. Atë mund ta përdorni si një pastrues për furçën tuaj ose për krërin. Pasi të keni pastruar flokun tuaj dhe t'i keni krehur, mund të bëni të njëjtën gjë edhe për pastrimin e krërit tuaj. Duke aplikuar sodë buke në krërin tuaj do ta keni më të lehtë që ta mbani atë më të freskët dhe gjithashtu të largoni papastërtitë që mund të lidhen me të. Këto aplikime në mënyrë të rregullt me sodë buke do t'ju ndryshojnë jetën dhe gjithashtu do ta bëjnë më të lehtë trajtimin e një sër shqetësimesh. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu nga në mënyrat më të ndryshme. Soda e bukës është përdorur që në lashtësi kundër një sër komplikacionesh dhe problemesh dermatologjike. Ajo është shumë e suksesshme jo vetëm për gatim, por edhe për pastrim. Vetëdijtë e sodës së bukës janë të mrekullueshme dhe mund të ndikojë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj tretës. Ajo ndihmon kundër fryrjeve të stomakut dhe tretjen e ushqimeve të rënda. Sipas të dhënave të Healthside, soda e bukës duhet jetë një aleat juaj shumë më i mirë. Gjithashtu edhe do të ndikojë në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Kësaj soda e bukës ka antioksidues të mirë natyral të cilët do të sjellin lehtësime në rastet tuaja më të vështira dhe do të ndikojnë pozitivisht në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Aplikimi i sodës së bukës në një gotë me ujë edhe më pas konsumi i saj mund t'ju ndihmojë në një tretje më të mirë. Përpara përdorimit të sodës së bukës në këto raste, duhet të konsultoheni me ekspertin tuaj. Pasi në disa raste, nëse merrni medikamente të caktuara, soda e bukës nuk këshillohet të përdoret për ju. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.